Fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Kur romakët e dëbuan apostullin Gjon për në ishullin e Patmosit, do të kenë menduar se shumë shpejt do t'i harojë emri dhe ndikimi i tij do të zhdukej përgjithmonë. Pastori amerikan Jack Hayford ka thënë: "Një ishull i vogël malor me tokë shkëmbore në detin e Gje. Patmosi ishte një mister. Kushdo që dërgoi atje, nuk kthehej më kurrë. Por Zoti kishte planet e tjera. Dikur një komunitet grek i lullzuar, Patmosi ishte në rënje dhe ishulli përdorej si vend dëbimi për kriminalët dhe ata që bënin rëmuj. Sot Patmosi është një pikë turistike dhe pjesa më e madhe e zhvillimit të saj mund t'i atribuohet faktit që turistët duan të shikojnë vendin ku ishte Gjoni kur shkroi librin e fundit të Dhjatës së Re, librin e zbulesës. Në vendin më të humbur të asaj kohe, vendin e urryer nga të gjithë, Perëndia i zbuloi veten e tij Gjonit në një mënyrë të mrekullueshme. Miqtë mi, nëse jeni në një situatë shumë të vështirë për ta kuptuar, edhe pyesni veten nëse Zoti ju ka harruar, merrni zemër. Ndoshta ndjeni shumë të lodhur e të konsumuar, ndërsa kujdeseni për dikë me aftësi të kufizuara. E ky persona se ka iden fare se kush jeni ju. Ose ndoshta ju është dashur të ndërprisni mësimet e ndonjë studimi biblik që u jepte shumë gëzim. Ndoshta ndjeni si të internuar në një punë që urreni, por duhet të rini aty sepse keni nevojë për para. Popullit të tij ai i tha: "Mbaj mend këto gjëra o Jakob, o Izrael, sepse ti je shërbëtori im. Unë të kam formuar. Ti je shërbëtori im, o Izrael, nuk do të harroj." Miqtë mi, cili do qoftë Patmosi juaj, mos harroni se për aq kohë sa jeni në atë vend, Perëndia ju ka përpara syve të tij. Një ditë ai do të derdh bekime mbi ju. Dëgjuat Fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.